klikoj edhe tek Tehran Times edhe dilte e bllokuar. Çfarë po ndodh aktualisht në Iran dhe pse ajatollahët janë detyruar të mbyllin çdo lloj informacioni që mund të burojë nga ato që po ndodhin në Iran. Madje kjo për mua e bën më interesante situatën. Fakti që situata nuk ka asnjë informacion, nuk kalon asnjë informacion përtej, le të themi, asaj pengesës që kanë bërë sot iranianët. Po, në Iran, ajo që dihet është që shumica e popullsisë nuk është se e do regjimin, dhe regjimi qëndron në këmbë vetëm për shkak të aparatit ushtarak që ka. Dhe në një farë mënyre, njerëzit janë mësuar me atë regjim që kanë sipër kokës, duke justifikuar me faktin e një farë stabiliteti ekonomik që mund të ketë sjellë regjimin jetën e tyre. Problemi është që kriza e regjimit sa vjen e bëhet më e thellë, sidomos ajo që është kriza ekonomike. Para 2 muajsh, nëse mbani mend, Irani pati një problem me ujin. Pra nuk ishte as ujë të pishëm, domethënë në qytete këto të tjera. Evakuohet Teherani. Dhe u evakuan në këtë. Pra, jo vetëm kjo, po pastaj filloi kriza tjetër. Tani kriza ka të bëjë me inflacionin edhe me mungesën e po themi e mallrave të dorës, po njëkohësisht edhe inflacionin e lartë. Pra, gjithë kjo krizë vjen në një situatë kur ka pasur protestat vazhdueshme në Iran edhe më përpara, por vjen dhe një situatë ndërkombëtare pak më ndryshe. Tashmë Irani që është ka marrë goditje të fortë, po themi, nga ndërhyrja nga lufta që pati me Izraelin, pra aty u pa që ushtria iraniane, domethënë pratikisht nuk ishte aftë që të rezistonte ndër fushatës errore dhe për më tepër futja e Shtetet Bashkuara të Amerikës me bombardimin që i bëri bazave në Fordo e tjera, aty ku ishin zonat e pasurimit të uraniumit, tregoi një angazhim të madh të Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtim të Iranit. Dhe bashkë me këtë, pastaj ishte edhe situata e Maduros, në cilin, po themi, Shtetet Bashkuara të Amerikës kryen atë veprim që kryen dhe normalisht e gjitha kjo pati një hov më tepër për, po themi, për protestuesit në Iran. Aq më tepër që pati edhe një angazhim i Trump, i cili i bëri thirrje Khameneit që të mos godiste ata që ishin protestuesit. Pra e gjithë këto situatë, pra gjithë ky po themi një urrëtie i gjatë prej shumë vitesh përzier me vështirësitë ekonomike që po kalon tani Irani, përzier me situatën politike ndërkombëtare dhe përfshirjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës në çështjen e Iranit, gjitha këto kanë bërë që po themi kjo protestë ose kjo lëvizje brenda në Iran të jetë më e fortë se sa herët e tjera. Dhe normalisht ajo që është përfshihet paktën derisa u mbyll interneti, ka qenë që për herën e parë në historinë e Iranit është vënë zjarri godinave qeveritare brenda në Teheran. Është hera e parë që ka ndodhur në Teheran. Dhe ka pasur qytete në të cilët protestuesit kanë nxjerrë jashtë policisë. Policia ose është bashkuar regjia të protestuesve. Policia ose është bashkuar me protestuesit ose është larguar fare. Domethënë ka pasur qytete të cilët kanë rënë në dorën e protestuesve. Pra pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonisht masive dhe ka qenë në shpërndarë, dhe duke qenë se ishte pjesëmarrje masive dhe shpërndarë në mbi 100 qytete, dhe për forcat e policisë është e vështirë që t'i menaxhojnë, sepse nuk mund të jenë të përqendruar në një pikë të vetme. Dhe nga situata. Dhe këto për shembull pastaj çojnë në atë që regjimi në anën tjetër, në një anë i futet frikën, në anën tjetër tregohet represiv. Dhe frika është folur ose është raportuar media që Khamenei është futur në bisedime me Moskën për t'u larguar, pra nëse ndodh në një situatë largohet ai si puna e Trump mbrëm në një intervistë me Asadit, pra është një tillë. Njëkohësisht në ana tjetër është, po themi, fakti që raportohet që Irani është duke dërguar rezervat e tij të floririt, është duke i dërguar në Moskë, pra ka avion kargo rus, të cilët janë duke larguar nga Irani, nga Teherani, janë duke larguar atë që është rezerva e floririt për çfarëdo lloj situate që mund të ndodhi. Dhe jo vetëm
kjo pjesë, pra pjesa e po themi e frikës se çdo ndodhi, po njëkohësisht edhe pjesa e represionit dhe luftës, e cila shtrihet brenda, po edhe në frontin e jashtëm. Ke raportime në të cilat mund të tregojnë që konflikti mund zgjerohet. Pra, për të zgjidhur hallet e brendshme, Irani mund të sulmojë në vendet e tjera, dhe vendi i parë që ishte Izraeli. Izraeli kishte një lajm, në fakt nuk e di sa i konfirmuar është, por kishte një lajm që Rusia është duke larguar stafin diplomatik. Është lajmi i konfirmuar. Po është lajmi i konfirmuar që është duke larguar stafin diplomatik nga Izraeli. Po njëkohësisht ke edhe përfshirjen në Siri. Po dhe Turqia po evakuon stafin e vet nga Irani. Dhe pra po shikohet që mund të rikthehet kjo përplasje midis Izraelit dhe Iranit, megjithëse Izraeli ka bërë të qartë që nuk duam të përzihemi, pra nuk jemi, po themi, ne të përfshirë në situatë, nuk duam të sulmojmë të parët, do përgjigjemi vetëm nëse na sulmojnë. Dhe përveç kësaj ke rastin e Sirisë, në të cilën presidenti Jolani është bërë një atentat para një jave. Është bërë një atentat i nxitur nga Irani dhe ka marrë paralajmërim nga shërbimet sekrete izraelite, Jolani, që është duke mund të ketë një atentat edhe domethënë ka shpëtuar dhe është plagosur lehtë, po ka një javë që nuk shfaqet në media. Dhe ndërkohë që Jolani, po themi, është i plagosur dhe është në spital, ndërkohë ka ndodhur përplasjet midis kurdëve dhe po themi një pjesë të fraksionit të ushtrisë siriane në Alepo. Pra duket sikur Irani është duke tentuar të destabilizojë rajonin. Pra gjithmonë Irani e ka pasur këtë që mos u merrni me mua sepse unë destabilizoj rajonin nëse ju merrni me mua. Dhe këtë e ka pasur lodër të vetën, dhe për këtë lodër ka investuar në Irak, ka investuar në Siri, ka investuar diku në Liban, në Yemen me Houthit e tjerë. Por tashmë ndodhet në një pozicion pakës më të vështirë, sepse Hezbollah i dolën në një farë mënyrë jashtë lojë në Liban, në Siri u rrëzua, po themi, Asadi dhe erdhi Jordani. Iraku është jo dhe aq i dëshiruar që të përfshihet në një konflikt për momentin, Houthit ndërkohë janë duke përplasur në ofensiva të brendshme që po ndodhin në Yemen. Pra, por Irani mundohet që në ato vende ku ka mundësi që të kryejë veprime dhe destabilizojë, është duke kryer këto veprime. Mundësinë për të goditur Izraelin, Endre? Mundësinë për të goditur Izraelin e ka pasur lëvizje, po themi, të se paka shumë Khamenei këtë kishte deklaruar sot që janë vrarë me mira iranian nga sulmet izraelite, domthonë ka tentuar që t'i japi një farë narrative asaj që po ndodh në Iran. Sikur janë agjentët e Mossadit që po organizojnë. Janë vend iranianët që po të shikosh, domethënë, ja ku i kanë protesta, nuk janë duke protestuar për Izraelin, janë që gjithë duke thithur vdekje Khameneit edhe rrof të Shahu. Pra, praktikisht po kërkojnë rikthimin e Shahut. Shah Riza Pahlavi, duhet të kemë edhe një reagim regjia të Pahlavit. Ka pasur një takim para disa ditësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me çpata lexuar. Pra, ja ky është reagimi. Kombi i madh i Iranit, sytë e botës janë mbi ju, pak a shumë. Si e vlerëson si skenar, Endri, skenarin e goditjes së Izraelit për të, le të themi, rikuperuar situatën brenda për brenda, apo skenarin sirian, që dhe Iranit mund të ndodhi ajo që i ndodhi Sirisë, Khamenei drejt Moskës, dhe të kemi një... Tani, e vështirë është për të bërë parashikime, dihet që aparati është jashtëzakonisht i madh, aparati policor që kanë edhe garda, do të thënë se nuk janë vetëm trupat e RGC-s, janë ato që quhen trupa Basij, që janë vullnetarët, domethënë fidain, janë ca, po themi, besnikët. Janë besnikët e sistemit, të cilët janë fanatik fetar, domethënë, edhe nuk kanë skrupuj për të goditur. Nëse garda revolucionare e Iranit është në një farë mënyrë edhe e rekrutuar nga populli, po themi, sepse i duan numrat e tjerë, pra është në çik si më afër ushtrisë në konceptin e asaj. Këto që janë trupa, janë si trupat e Ministrisë Brendshme në kohën e Enverit, domethënë që ishin trupat e sigurimit. Pra që janë të indoktrinuar, janë të gatshëm që të vrasin në çdo moment, pa pasur parasysh asnjë lloj skrupulli. Pahlavi thotë që Trump
ka premtuar që nëse do të fillojë ekzekutimi i protestuzëve, pikpyetja është që sa do jetë raporti midis, po themi, dhunës që është nga që me siguri do jepet nga ana e regjimit, dhe tani flitet për rreth 50 vrarë, do të thënë dje ka pasur vrasje dhe janë publikuar pamje nga të fundit, po njëkohësisht ka treguar që ka vazhduar protesta. Pra, duhet gjetur kush është raporti, duhet ditur kush është raporti midis dhunës nga ana e shtetit dhe pjesëmarrjes masive në protesta, që pra kush do mbizotrojë në këtë drejtim. Ajo që shikohet, për shembull, është ka një hartë aty regjia të shpërthimit protestave. Ajo që shikohet në këtë rast është që mund të shikohet nga fondet publike është që një pjesë e forcave amerikane ka filluar të ridislokohen. Pra, ato që morën pjesë në operacionin, po themi, ndaj Maduros, kanë filluar të ridislokohen, kanë vajtur fillimisht në Britani, pra ato që janë forca speciale apo mjete supporti. Paka shumë to janë ato pikat Po, praktikisht është çdo qytet i madh është në proteste sipër dhe në ajo që mund të shikohet nga ana e, po themi, nga ana e paktën të dhënave që janë publike, shikohet që ka një zhvendosje jo vetëm të trupave speciale amerikane, pra që kanë kaluar nga zona ku ishin për të marrë Madurën, kanë kaluar në bazat e Katarit apo në Jordani, në ato zona ku amerikanët kanë prezencë, rreth rrotull Iranit, dhe njëkohësisht ka një zhvendosje të avionëve cistern në drejtim të, po themi, në drejtim të Iranit, që tregon që të jenë të gatshëm që në një moment të caktuar nëse jepet urdhri të kenë mundësi që të penetrojnë. Problemi është që ti nuk ke informacion shumë se çfarë ndodh në Iran, sepse e gjitha varet nga situata. Jo vetëm kështu, po interneti është ndërprerë dhe në këtë rast kur është ndërprerë interneti. Ka një lajm që Starlinku i Elon Muskut sikur po tenton që Starlinku është shpërndar, pra në një farë mënyrë ka pasur, po themi, dhe këtu mund të ketë qenë i përfshirë, po themi, Mossadi në shpërndarjen e satelitëve në kanalet ndryshme, pra ka vajtur dhe mund të ketë shpërndar. Jo mund të ketë shpërndar, por ka shpërndar Starlink. Dhe njëkohësisht Elon Musku dihet që ka bërë publike që e ka lënë internetin e lirë për, po themi, për Iranin, që do të thotë nëse ti ke një pjatë satelitore, domethënë Starlinkut, që siç funksionon, ti mund të futesh dhe mund të shkëmbesh informacion, pra mund të lidhesh me internetin pa pagesë. Dhe kjo është bërë në kuadër të gjithë situatës që ndodh tani. Problemi qëndron te fakti i dy pengesave që janë bërë në anën e Iranit, e para njëherë që mbyll ato që janë linjat toksore të internetit, të cilat shkaktojnë probleme në trafikun e internetit. Pra, kur nuk ke rrjetin e brendshëm, do kesh vështirësi edhe të po themi, të lidhen sajtet me njëri tjetrin. Por në krau tjetër ka bërë dhe, po themi, ato që quhet luftën elektronikëve ndaj satelitorëve, ndaj pllakave, pra këtyre pjatave satelitore. Pra, ti lëshon ose emeton valë elektromagnetike me një frekuencë të caktuar që e bën të vështirë komunikimin midis atyre që janë pjatave satelite të Starlinkut dhe, po themi, satelitët që janë sipër. Në këtë mënyrë ti në një farë mënyrë e bllokon internetin. Dhe tashmë interneti për shembull aty është shumë i vështirë të punohet dhe ajo shpejtësia e internetit ka vajtur në atë si kanë qenë dikur në dial-up modem që kanë pasur dikur me 56 kb/s. Pra në një farë mënyrë kjo është bërë që të mos merret vesh në botën e jashtme se çfarë po ndodh aty, por njëkohësisht edhe të mos ketë mundësi koordinimi midis atyre që janë protestues me njëri tjetrin. Skenari Endri paka shumë për ta thënë në terma të thjesht, populli iranian ngrihet, përplaset me regjimin e ajatollave, nga kjo përplasje fillojnë ekzekutimet dhe do ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të sjellin pastaj Palavin. Pra, është në skenar është për një përmbysje e regjimit me Riza Palavin. Sa e mundur është kjo? Është mundësi, po për momentin është e vogël, sepse duhet kuptuar, po themi, që nuk është një lloj Venezuela. Është e vogël, po thua? Nuk është një lloj Venezuela me
rasti Maduros, po themi. Nuk është një lloj. Jo, nuk është një lloj, për shumë arsye. Po pse e lidhin shpesh godimin Venezuelë me Iranin, se e kam parë që diskutohet shumë pas Venezuelës, radhën e ka Irani. Po sepse shumë pak veta e dinë që Venezuela me Iranin ka qenë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe një në arsyet e goditjes Venezuelës ishte pikërisht një goditje indirekte për infrastrukturën e Iranit. Irani ka qenë nën sanksione. Dhe duke qenë se ishte nën sanksione, ajo që ka bërë Venezuela është që i ka hapur aksesin në rrjetin bankar të Venezuelës për të kryer veprimet e tij. Pra, iranianët vepronin nëpërmjet bankave të Venezuelës, e cila nuk i kishte nën sanksione bankat e veta. Pra, i shmangte sanksionet financiare duke përdorur Venezuelës. Në ana tjetër, Venezuela ka pasur trupa të Hezbollahve dhe të IRGC-s, pra Gardës Revolucionare të Iranit, që kanë qenë prezente në Venezuelë dhe që kryenin stërvitje apo edhe rekrutime. Njëkohësisht, Venezuela i ka dhënë pasaporta dhe 10.000 pasaporta Hezbollahve, të cilët, pra operative të Hezbollah, të cilët me këto pasaporta mund të shëtisin pak a shumë në gjithë botën me pasaporta venezueliane, 10.000 operativ të Hezbollahve, me gjithë tyre, domethënë, pasaporta Venezuelës mund të futesh edhe në këto 26 vendet evropiane, pra mund të lëvizje edhe brenda Evropës me ato pasaporta. Pra, në një farë mënyre, çfarë kishte ndodhur me Venezuelën ishte kthyer në një farë mënyre dhe hub, pra një si tip nyje logjistike, strategjike e Iranit për të për të kryer veprimet e veta, operacionet e veta, për të shmangur sanksione, por njëkohësisht për të shtrirë operacionet e veta edhe në vende të tjera, edhe në Amerikën Latine, po edhe në drejtim të Evropës, duke përdorur pasaportat dhe infrastrukturën venezueliane. Jo e raste për shembull, anija që është bllokuar është nisur nga Irani. E kisha pyetje, po okej, vazhdojmë se ma dogje si pyetje, po e vazhdojmë. Anija bëhet fjalë për Marinera Bela, që Bela Njishi, e cila kishte dhe flamur rus, apo jo? Po flamur, po e ndryshoi në mes të rrugës, sepse nuk ka pasur flamurin rus fillim, po kishte flamurin një shteti tjetër. Edhe për të sqaruar nga ana e, po themi, drejtës së detit, një anije nuk mund të ndryshojë flamurin e vet në mes të udhëtimit. S'mund ta ndryshojë? Jo, nuk mund ta ndryshojë. Pra, ideja është që ti je e regjistruar me një flamur të caktuar, dhe me atë flamur do udhëtosh deri në momentin kur po themi shkon në një port tjetër, ndalon në port, aty kryen procedura, ndryshon flamurin. Pse pikërisht te kjo anije ende, se kjo është kjo është pikpyetja më e madhe, sepse kjo anije fatikisht është nisur nga Irani. Ka kaluar lidhet prapë me Iranin, ëh? Po, është nisur nga Irani, ka kaluar po themi në detin e Kuq, ka kaluar kanalin e Suezit, është futur në Mesdhe, ka kaluar në Gibraltar dhe pastaj në Atlantik ka dalë në drejtim të Venezuelës. Nuk ka arritur të futet Venezuelë, sepse ka qenë blokada detare e, po themi, Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra duke qenë se forcat amerikane që në rajon, dhe pastaj kur autoritetet amerikane kanë bërë thirrje që të ndalojë dhe të inspektohet, ka filluar të kthehet mbrapsht si anije. Ka filluar të kthehet mbrapsht si anije dhe ka filluar që të iki në drejtim të oqeanit Atlantik verior, domethënë drejtimi pjesa veriore e oqeanit Atlantik. Ndërkohë Rusia ka nisur një në ndërtesë dhe dy destrojera. Në ato moment, pra, kur i kanë bërë thirrje për inspektim, këta kanë ndryshuar flamurin, kanë ndryshuar, po themi, emrin e anijes dhe pra, për të treguar që nuk jemi e këtij shteti, po jemi e Rusisë, gjë që nuk lejohet, fatikisht, dhe në këtë moment anijet amerikane janë vënë mbrapa për ta kapur dhe e kanë ndaluar diku midis Irlandës dhe Islandës, pra është ai kanali që do të kalon. Pra anija është duke u kthyer në drejtim të Rusisë. Dyshimet që janë në këtë rast janë dyshime që anija mund të kishte në vetvete armë apo materiale të tjera ushtarake, të cilat do ndihmonin Venezuelën për një ndërhyrje të mundshme që praktikisht e kryen Shtetet Bashkuara, domethënë ndaj Maduros. Pra, frika ose të paktën informacionet ose ajo që është, po themi, supozuar në media është fakti që pse pikërisht kjo anije u ndoq për një kohë kaq të gjatë, domethënë, sepse janë me 10 anije që janë rreth rrotull në atë zonë që